Fillojmë pa humbur kohë me deklaratat e presidentit Trump, të cilat I kemi parë në rrjetet sociale, edhe Heraldi tek ditar media që ai ka I kishte nxjerr dhe ne I kemi nxjerr. I ndjekim pak se çfarë ka thënë presidenti Trump dhe kthehemi për të filluar emisionin. A couple of others also, Serbia, they were getting ready to go to war with a group I won't even mention because it didn't happen. We were able to stop it, but I have a friend in Serbia and they said we're going to go to war again. And I won't mention that it's Kosovo, but it's Kosovo. But they were going to have a big time war and we stopped it. We stopped it because of trade. They want to trade with the United States. I said, we don't trade with people that go to war. Serbia, Kosovo was going to go at it, going to be a big war. I said, you go at it. There's no trade with the United States. They said, well, maybe we won't go at it. Okej, rikthehemi në studio. Kishte një buzëqeshje në tavolinë. T'ju ja shpjegoj shumë thjesht pse, po ja shpjegoj në formë pyetje që do ja bëj ambasadorit Bima. Ambasador, nga ata njerëzit që presidenti ka mbrapa, nuk I thot dikush që zoti president, ju në Kosovë keni një bazë të madhe amerikane atje, që nuk do të guxonte jo Serbia apo as Rusia të vinin të bënin luftë në Kosovë. Është shumë e vështirë të futesh dot në mendjen e presidentit të Bashkuara të Amerikës, zoti Trump. Problemi është që shpesher ne kërkojmë shumë logjik dhe arsyetim në ato që thot një politikan, për të cilin e vërteta është gjë e fundit që ekziston. Një politikan ka një agjendë politike dhe në atë rast kam përshtypjen një zoti Trump flet me bazën e tij maga për 1 milion arsye në gjendjen në cilën ndodhet ai sot, ka shumë pak për të komunikuar gjëra pozitive me bazën e vet politike. Po thuhet se në të gjitha frontet ka marrë nga një kundërgoditje që e ka stopuar, duke filluar që nga ajo që ai u mburr më të madhe që do të deportonte më shumë se të gjithë ish-presidentët e tjerë emigrantë ilegal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shikosh kuotat e deportimit janë më të ulta se të kohës së Obamës. Dhe ajo agjencia që ACE që funksionon në këtë drejtim është ndeshur kudo që ka vajtur me një lloj rezistence nga autoritetet lokale ku ka dashur të zbatojë atë politikë për cilën është zotuar zoti Trump në fushatë elektorale, por ajo që është shumë interesante është të vëresh se si vetë administrata më lart, vetë presidenti ka treguar një, të themi, marshin tjetër duke u vënë përpara një përgjegjësie për shkak të rolit që ata luajnë në bujqësi dhe në ndërtim emigrantët ilegal. Kështu biznesi ka arritur të ketë një lloj influence për ta ngadalësuar sikurimin e deportimeve. Po ashtu në politikën e jashtme nuk mund të thuhet se ka një sukses të madh. Ai që u mburr që do të mbyllte luftrat dhe nuk do të fillonte luftrat e reja, jo s'ka mbyllur as luftë, por ka filluar një tjetër. Që në këtë drejtim ka nevojë për një shmangje vëmendje dhe duke egzageruar situatën midis Serbisë dhe Kosovës me flamurin e paqebërësit që nuk I lejon këto luftra që të ndodhin dhe që kjo është gjëja më që shkon më afër në mendje që thuash. Dhe po ta shikosh vetë mënyra se si ai ka vepruar edhe në biznes kur ka qenë parasysh politik, por sidomos kur ka hyrë në politikë nga viti 2014-15, është të themi nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, po më kujton atë parullën e Macedonit turbullok thello, edhe zotëria në fjalë që thuash se turbullon një situatën duke pretenduar pastaj që është ai që e mbretëron mbi kaosin, që e sundon kaosin. Thëm kjo, kam lexuar edhe komente dhe me Çollarin e kam folur privatisht edhe me privatisht, në sensin jo në një gjë sekrete, në sensin për përgatitjen e emisionit kur I ftova, edhe me Ideve Sherifin. Pyetja që kam është pse neve, dhe kam pyetje për gjithë për të hapur bisedën, pse neve, kur them neve ne shqiptarët, Kosova, Shqipëria, nuk kapëm te kjo frazë që duket sikur çon ujë në fakt në mullirin ose në interesat e shqiptarëve, të cilët gjithmonë kanë akuzuar Serbinë për armatosje, që është fakt, sepse vetë presidenti Serb Vučić pranon që jemi armatosur shumë, dhe si luftënëzitës duke marrë shkas edhe nga incidenti Banjskës, nga fakti që trupat paramilitare kanë akuzuar së fundmi që trupat paramilitare njerëz aty incidenti ka përdorur si truproja tani në protestat e Beogradit, pra pse nuk pati një lloj reagimi nga Shqipëria? A mos vallë dhe shqiptarët, politikanët shqiptarë nuk e morën shumë seriozisht presidentin Trump? Nëse më lejon të them edhe dy fjali, thuaj dy fjali dhe me Çollarin do t'ja kaloj fjalën, se me Çollari di që ka një ide për këtë. Do më thënë, me gjithë eksagerimi që qëndron ato që sapo dëgjuam nga presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka një bazë vërtet
që Kosova dhe Serbia janë në një pozicion që në qoftë se nuk e zgjidhin problemin që kanë midis tyre pra të arrihet normalizimi i marrëdhënieve, mbetet një konflikt i hapur. Dhe parë në këndvështrimin e asaj që po ndodh sot në botë, ku dukshëm po ravizohen dy kampe, njësoj si në kohën e luftës së ftohtë, por kësaj radhe janë akoma dhe më armiqësore dhe me rrezikje akoma më të mëdha, sepse ende nuk ka precipituar një aleancë ashtu siç duhet. Po të shikosh Irani, Kina, Rusia janë pozicionuar qartas në një anë dhe perëndimin në një anë tjetër, po shikojmë edhe rezultatet që u arritën në samitin e NATO-s, që do të thotë, i rash pak gjatë për të dalë tek ajo që Serbia do të ketë një jetë politike jashtëzakonisht vështirë nga sot e tutje, sepse nuk ka për të qëndruar do të gjatë në dy karrige edhe në perëndim dhe në lindje, edhe me negociatën me Bashkimin Evropian, edhe misi me Rusinë apo me Kinën. Kështu që në këtë këndvështrim, presioni që të qartësohen një herë mirë vijat e ndarjes në Ballkan dhe se kujt i takon Ballkanit është më së e qartë që takon perëndimin. Kështu që për Serbinë unë parashikoj të ketë ditë vështira mbas këtyre deklaratave. Okej, domethënë Serbia ose duhet të rinë në pozicionin e nëna linje që ka pasur Tito dikur ose nuk e bën dot më. Jo, mund ta bëjnë nëse nuk do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Nëse do të antarësohesh në Bashkimin Evropian, do alinjosh politikën tënde, nuk do jesh më nëna linje, por do jesh alinje jo i rreshtuar, jo i parreshtuar, por i rreshtuar, për ta thënë shqip termin, alinje, non alinje. Gjeografikisht ka ndodhur që është në atë zonë që i takon perëndimit. Po, okej, në rregull, dakord, mirë.